Përshëndetje miq dhe mikesha, duke qenë se tash ne e marrum punën dhe këtu këta raca të shtëpia e vjetër është një fresk fantastik, sigurisht ne shijojmë edhe një birr, sigurisht Agustiner, dhe kemi më shumë kohë për të folë dhe për të biseduar për çerfinalet e Kupës Botës. Por doja thoja se si kanë arrit këto ekipe deri këtu. E filloj me Francë-Marok, sigurisht. Franca filloi me Senegalin, ku e rrafi 3-1. Pastaj ndeshja tjetër ishte Francë-Irak, ku e rrafi 3-0. Rrafi dhe Norvegjin, e cila është kualifikuar, 1-4. Pastaj në 1/32 Franca rrafi Suedin 3-0 dhe në 1/16 Franca rrafi Paraguain 0-1. Franca i ka fituar gjitha ndeshjet mbrenda 90 minutash. Ndërsa kundërshtarët e Francës, Maroku, e kanë filluar ndeshjen e parë hapësit botrorit me Brazilin, ku kanë barazuar 1-1. Më pas kanë rraf Skocin 0-1. Ndeshjen e tretë Maroku rrafi Haitin 4-2, ku vazhdoi që në 1/32 fati i vuri përballë Hollandës, ku dhe u kualifikuan me penallti. Ndërsa në 1/16 Maroku rrafi për mendimin tim shumë lehtësisht Kanadan 0-3. Ndeshja luhet sonte, sepse kemi hyrë në datën, dhe luhet në orën 22:00, sigurisht, dhe besoj sigurisht që do jetë një super ndeshje. Se kush do kaloj, atë ja u lejmë që edhe ju të komentoni dhe bisedojmë së bashku, të ndajmë mendimet. Ndërsa ndeshja tjetër është Spanjë-Belgjik, dhe për t'ju thënë se si erdhi Belgu dhe Spanja deri këtu, Belgjika luajti ndeshjen e parë me Egjiptin, ku barazoi 1-1. Më pas Belgu përsëri barazoi 0-0 me Iranin, ku në ndeshjen e tretë në grup, ku dhe arriti kualifikimin normal, rrafi Zelandën e Re 1-5, ku në 1/32 Belgu u përball me Senegalin, ku për 3 minuta lojë arriti të barazonte ndeshjen dhe sigurisht ta kthente në minutën 119 3-2. Pastaj në 1/16 fati sigurisht e përballi Belgun me vendasit e Amerikës, ku thëmë drejtën nuk arrita me e pa, por duke qenë se rezultati ishte 1-4, duke llogaritë që Amerikës sigurisht ju hoqi letarit saj i hoqi Donald Trump i kartonin, u dukte diçka që Belgjika mund ta kishte të vështirë, por në vërtet Belgjika nuk i kishte shumë të vështirë dhe rrafi 1-4, ku tashi sigurisht çerfinale pret Spanjën. Ndërsa Spanja e fillon ndeshjen e parë të këtij botrori me kepin e gjelbër, ku barazoi 0-0 dhe sigurisht u bë famshëm portieri. Pastaj vjen dhe rreth 4-0 Arabin Saudite, sigurisht bëri një ndeshje shumë bukur. Po ju them sepse i kam arrit këtu te shtëpia e vjetër, i kemi pa gjitha ndeshjet, 4 televizione, edhe një projektor dhe i kena pa dhe nuk kemi lënë asnjë ndeshje pa sigurisht. Më pas ka rraf Uruguain 0-1. Në 1/32 me aq sa pash unë, Spanja rrafi Austrinë me një lojë shumë thjesht 3-0, domethënë nuk mund të jem unë ai që ju tregoj gjonat, por me lojën që pash Spanja nuk e llogariti fare Austrinë. Dhe në 1/16 i doli përballë Cristiano Ronaldo, ku në minutën 91 Spanja shënon gol dhe kualifikohet për në çerfinale, ku sigurisht është Belgjika. Sigurisht ju mund të komentoni dhe ju mund të shprehni ato rezultatet ose kush kualifikohet ose kush jo. Për mendimin tim të gjitha këto janë super ndeshje dhe janë super finale, jo çerfinale. Pastaj ndeshja tjetër është sigurisht shumë e fortë dhe shumë e bukur, ku ne do të ndjekim po të shtëpia vjetër. Sigurisht mos harroni se edhe këtu në Tarrac është një vend perfekt që shijohet shumë ndeshja. Anglia ndeshjen e parë në botror shorti e përballi me Kroacin, ku e rrafi 4-2 dhe ishte shumë bindse. Më pas një barazim 0-0 me Ganën, ku sigurisht Gana ishte shumë e fortë sepse kam pa ndeshjen dhe nuk shkoi më shumë se 1-0-0,
ku dolën disa tash e theme që një magjistar i Ganës i kishte bërë magjik Harry Kane-it për që mos shënonte dhe vërtet atë nesër nuk shënoi Harry Kane. Më pas, Anglia rafi 0-2 Panaman dhe vazhdoi më tej ku në 1/32 Anglia i ra me Kongon, me Republikën e Kongos, ku në pjesën e parë ishte në disavantazh 0-1 dhe shumë shpejt e ktheu me Harry Kane-in 2-1 dhe në raundin e 1/16 i ra një ndeshje shumë e fortë, sidomos fizikisht, por edhe anglezët janë shumë lart fizikisht, me Meksikën, ku arriti brenda 90 minutave të arrifte dhe të fitonte 2-3 Anglia. Anglin e kam thënë dhe në fillimet e mia të para që Anglia ka një trajner që unë personalisht e preferoj shumë, siç është Tuchel, edhe do të arrijë shumë lart. Të shikojmë tashi me Norvegjin. Dhe siç e thash, Norvegjia ka filluar ndeshjen e parë të botëror me Irakun ku e ka rraf 1-4, ku sigurisht Haaland është tjetër dimension. Pastaj ka rraf edhe Senegalin 3-2 Norvegjia, të them drejtën nuk kam arrit me pasat se ka qenë vonë, e maj men si tani domethënë. Pastaj Norvegjia ka humbur 1-4 me Francën, por trajneri i Norvegjisë u tregu shumë i zgjut, e la ndeshjen e Spanjës që let me Francën falni që të humbet dhe rujti disa lojtarë sepse ju donte për bregun e Fildisht në 1/32 ku në ndeshjen e dytë hasi shumë vështirësi për fal zgjuarësisë Haalandit dhe arriti të fitonte 1-2, sigurisht nesh shumë e fortë, e kam pa dhe më ka pëlqyer shumë dhe ka qenë absolutisht një merit e Norvegjisë, por bregu Fildisht ka një ekip shumë perfekt me shumë lojtarë cilësor. Ndërsa në 1/32 shorti normal e përballi me Brazilin, ku gjithë ne, sigurisht duke filluar edhe me mu, tifoz Brazilit shumë pak mund ta mendonte që Norvegjia mund të fitonte, sepse gjithë brazilian. Por realisht Brazili e vetmja gjë e mirë e Brazilit ishte trajneri Ancelotti, jo të tjerë. I urojmë shumë fat Anglisë dhe Norvegjisë, fitoft më mira, sigurisht janë ndeshje perfekte, nuk e vend diskutim. Ndërsa ndeshja tjetër që luhet në 3 natës dhe sigurisht do na le pa gjumë, është Zvicra e shqiptarëve, e Gjakës dhe Jasharit, që do luajë me Argentinën e Mesit, ku flasim realitetin, Argentina ka ardhur këtu me ndeshjen e parë me 3 golet e Mesit, Argentina Algjeri, edhe sigurisht edhe falli diskutueshëm shumë sepse thuhet që po e përkdhelin shumë Mesin dhe për mendimin tim po. Pastaj rrafi 2-0 Austrin, sigurisht, dhe ndeshjen e tretë ka rrafi Jordanin 1-3. Pastaj në 1/32 ndeshja shumë e fortë e diskutueshme Argentin Kepi Gjelbër 3-2 që shkoi në shtesë, por që sigurisht Kepi Gjelbër ka fituar gjithë zemrat e ne, sidomos shumicën e shqiptarëve. Nuk e filluar edhe me mu sigurisht, po edhe këtu të shtëpia vjetër. Ndërsa përsëri ndeshjen e tjetër 1/16 e fitoi 3-2 nga 0-2 3-2 me Egjiptin, që edhe sot e kësaj, domethënë edhe sot e kemi diskutuar jashtëzakonisht shumë sepse unë personalisht mendoj që Argentina ka kalu me fat dhe me pak ndimes. Egjiptit u voll. Tash i futbolli ka këto gjonat. Dhe Argentina fitoi dhe dha dorën shnetet mira. Egypt, Argentina është akoma në botror. Ndërsa Zvicra, unë kam bërë disa video, edhe videot e mia e imja e para ka qenë që Zvicra e mori me shumë qetësi me Katarin, ku edhe mori disa mbi 30 gjujtë ka bën portën e Katarit dhe nuk arriti shënonte më shumë se i gol dhe minutë 95 u barazu. Edhe mos harroni ai lojtari i Katarit mori 3 milionë euro dhe një Rolls-Royce. Sigurisht. Pastaj ndeshjen e dytë Zvicra shkatroi Bosnjën 4-1 dhe nuk e diskutoj. E kemi shijuar këtu te shtëpia vjetër dhe ka qenë një super ndeshje. Pastaj Zvicra rrafi edhe Kanadan, ku nuk ishte lojë fort fizike, por që marroi punë Zvicra. Ndërsa në 1/32 Zvicra ra me Algjerin, ku e rrafi 2-0, sigurisht ishte një Zvicër që po mendonte shumë mirë gjonat, nuk mund t'i lejonte gabimet. Ndërsa ndeshja më e fortë ka qenë Zvicër Kolumbi, ku e kemi shijuar dje që
ka marru 0-0 dhe ku fal pikës bardh penaltive, Zvicra arrite të fitonte 4-3 me Kolumbinë, sigurisht një Kolumbi që më ka pëlqyer shumë, një Kolumbi fizike. Ju urojmë shumë fat ekipeve në çerek finale dhe përsëri do flasim për kualifikimet e këtyre dhe gjitha. Pyetja është shumë e thjeshtë që ju kush mendoni se kalon më tej dhe me kë bëni tifo ju. Faleminderit shumë, ndoshta u zgjata pak, por duke pas edhe pak më tepër kohë, duke qenë edhe fresk, duke qenë edhe pak orë e vonë, sigurisht Taraca edhe na shijon, edhe në shoqërinë e birrës Agostiner, sepse shijojmë një birrë mas pune, dhe kemi edhe më shumë kohë dhe sigurisht video zgjatet pak më tepër. Faleminderit dhe ju mirëpres si gjithmonë.